Të nderuar banorë të lagjes të Teksnja, pasi që lagja të Teksnja njihet me shumë funksionarë, nuk mund t'i përmendi krejt veçaveç, po ndoshta do i përmendi më të rëndësishmit Forumi Rinor, Mixho, Bergin e të tjerë. Ju falenderoj. Të nderuar banorë të lagjes të Teksnja, unë para se t'ju drejtohem juve si partës i listës së Vlen për tetovën në këtë zgjedhje, unë jam edhe aktivist i Vlenit, prandaj sonte këtu në bastionin ton e në lagjen tuaj dua t'ju drejtohem si një aktivist. Prej fillimi ne betejën e kemi bërë me gjithë tetovarët. E në krye të kësaj beteje keni qenë gjithmonë ju që prej themelimit keni qenë kala e pamposhtur e ndryshimit, bastion i Vlenit, i lëvizjes Besa dhe i Bilal Kasamit. Por ajo që është me rëndësishme në këto zgjedhje është që bastionet tona t'i forcojmë, të krijojmë diferencë të madhe që këtë punë zgjedhjet e 19 tetorit t'i përfundojmë prej një round të parë. Prandaj ju kisha lutur që të flisni me secili. Pjesëmarrja në zgjedhje duhet të jetë më e madhe nëse ne ja duam të mirën tetovës dhe pas 19 tetorit të kemi ndërgjegjjen e pastër dhe të vazhdojmë me punë Bilal Kasami bashkë me ekipin e tij. Kauza jonë është e drejtë sepse në këtë kauzë në krye kemi një njeri që e njeh tetovën, ndërsa pala kundërshtare e ka një njeri që nuk i din as rrugët e tetovës. Në krye të kauzës ne kemi një njeri që don të fitoj tetovën për të shërbyer qytetarëve të tetovës, ndërsa pala tjetër don të fitoj tetovën për ta marrë qeverinë. E pala kundërshtare së fundmi po përdor një taktik mbrojtja më e mirë është sulmi. Po akuzojnë Bilal Kasamin për botën sërbe, donacionin sërb, vetëm e vetëm mos va përmend dikush atyre që ja shitën shikjellakun Daka Davidovicit. Po ja përmendin dhe po akuzojnë dhe po shpifin për Bilal Kasamin për shitjen e monopolit, vetëm e vetëm dikush mos dalet po përplas në ftyrë se monopoli është shit në vitin 2014 pikërisht kur Bajram Rexhepi ka qenë këshilltari të Utarifit dhe me dorën e vet e ka votuar këshillat shitje. Prandaj, të nderuar qytetarë, ky mobilizim është i rëndësishëm për me 19 tetor për dy fakte. E para, që këtë punë zgjedhjet lokale në Tetovë për Bilal Kasamin t'i përfundojmë me raundin e parë dhe e dyta. Kjo përkrahje tjetë edhe për listën e këshillit komunal, pasi që në këshill ne duhet kemi një shumicë stabile që zhvillimin e Tetovës, hovin që do marrë zhvillimin e Tetovës në mandatin e dytë, t'i rikra një këshill i fuqishëm dhe mos na imponohet asnjë lloj pazari dhe shantazhi në këshill. Prandaj dua t'ju bëj thirrje. Me 19 tetor dilema dhe beteja është shumë e qartë. Beteja mes të mirës dhe të keqes. Beteja për ta çuar para Tetovën dhe beteja për ta kthyer prapa Tetovën. Vetëm duke votuar numrin 7 për kryetar Bilal Kasamin dhe për listën tonë të këshillit komunal, ne do t'i hapim kapitullin e dytë të Tetovës për t'i dhënë kohë zhvillimit dhe për të mos kthyer kur Tetovën në kthetrat atyre që mbajtën pek. Ju falenderoj, na prifte para deri në fitoren e madhe.